Kush përçmon Shqipen, përçmon shqiptaret? Ministrja e Arsimit në Maqedoninë e Veriut, Vesna Janevska, ka nënçmuar gjuhën shqipe. Ajo ka kërkuar në Tetov nga gazetarët shqiptar të flasin maqedonisht dhe po e njëjta kërkesë i është drejtuar edhe rektorit të Universitetit të Tetovës dhe profesorëve të tjerë shqiptar. Mlefi i shprehur kundrejt shqipes, kundërshtimi për të pasur përkthyes dhe forca për treguar se maqedonishtja sipas saj është e vetmja gjuhë zyrtare janë tronditse, janë të papranueshme. Tirana zyrtare të mos hesht, t'i kujtoj zyrtarisht Shkupit se shqiptarët në Maqedoni nuk janë minoritet, por janë në vendin e tyre, janë autokton dhe duhet të gëzojnë të drejtat plote e të padiskutueshme. E përsërisim, të padiskutueshme. Heshtja është pranim dhe bashkëfajsi. Kemi reaguar dikur kur ministrat e arsimit ishin shqiptar dhe do të reagojmë edhe sot, sepse asnjë pushtet, asnjë forcë, asnjë qëndrim ekstrem nuk duhet pranuar. Shqiptarët në Maqedoni nuk janë vetëm dhe koha kur ekstremistët ushtronin politikat e tyre ka marrë fund. Respekt e nderim për kolegët gazetarë shqiptar që i dhanë përgjigje këtij qëndrimi të turpshëm.